Përshëndetje gjithëve të nderuar miq, mirë se erdhët në Bota Report. Do të mbetemi në fakt tek situata e konfliktit Rusi-Ukrainë, pasi sot ka pasur të tjera zhvillime si në raport të luftimit në teren, por më tepër në aspektin diplomatik. Është presidenti i Rusisë i cili në një farë mënyre i bën të qartë perëndimit se Donbasin, rajonin e madh të Donbasit, të cilin ne do kemi mundësi edhe ta shohim më qartë në hartë, e kërkon me çdo kusht. Ky është një lloj paralajmërimi që ai ja bën të qartë perëndimit, ndërsa diplomacia vijon. Ai sot ndodhet në Indi, ndërsa delegacioni i Ukrainës që në një farë mënyre është nisur drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës për të folur me të dërguarin e presidentit amerikan për të parë çfarë nuk shkoi në takimin e Moskës mes Witkoff dhe Putin dhe cilat janë hapësirat që mund të lëvizet në funksion të negociatave. Për të diskutuar sërish për këtë temë, unë kam kënaqësinë të kem Roland Bimon, ish ambasadorin tonë në Shtetet Bashkuar të Amerikës. Përshëndetje, mirë se erdhët, ambasador. Faleminderit për ftesën, përshëndetje. Ndërkohë që diplomacia vazhdon të bëj punën e vet, por nuk është se shohim rezultate konkrete. Unë do doja para se të shikonim pak atë çfarë ka thënë Putin sot për një media indiane. Pse dështoi takimi i Moskës mes tij dhe të dërguarve të presidentit Trump, të cilët në fakt ishin të njëjtët të dërguar që patën sukses edhe në Gaza? Ka dy këndvështrime kryesore për bisedimet e Moskës, po themi 5 orë, po e theksoj faktin 5 orë, për të vënë duke diku më mbrapa gjatë bisedës se të rish 5 orë nuk do të thotë që janë bisedime të dështuara, por... Ja ku është interesante, kjo grafike përgatitur nga kolegët dhe le të themi ata që merren me grafikën e emisionit, shumë e bukur, tavolina dhe në tavolinë harta e Ukrainës. Shumë gjetje e bukur. Po thosha që ka dy projeksione kryesore, njëra shumë herë më i fuqishëm dhe tjetri pak në surdin, prapasken. Projeksioni i parë i medias ndërkombëtare, sidomos asaj europiane, është që bisedimet ishin të dështuara. Dhe kjo përforcohet aq më tepër nga fakti që disa orë, jo më shumë se 3 orë pas ndërprerjes së bisedimeve, kemi një deklaratë që të roqë jashtëzakonisht shumë vëmendjen e generalit italian, kryetari i Komitetit Politik të NATO-s, me një mbiemër goxha kumbues, Dragone, Giuseppe Cavo Dragone, i cili tha që në rast se do të vazhdoj lufta hibride e Rusisë kundër nesh, ne nuk do të rrim në këto pozita që jemi, por do të ndërmarrim sulme preemptive, do të thotë parandaluese, sulme paraprake. Çka do të thotë proaktive. Eksakt. Do të thonë me fjalë tjera, ajo që shënohet është lëvizja e NATO-s një hap përpara Rusisë. Nga pozita reaktive në pozita proaktive. Tash si do ta gjallë reagimin e menjëhershëm të Putinit, i cili tha nëse Europa do luftë jemi gati. Eksakt. Dhe një tërheqje më pas të sekretarit të NATO-s. Po, por nga deklarata e generalit italian Dragone deri ke deklarata e Putinit kemi dhe një zhvillim në opinionin publik në Rusi, ku opinioni publik, nëse mund të gjykojmë nga televizionet, i mësonte gjithmonë faktit që perëndimi po shkon centimetër pas centimetri drejt përplasjes, drejt luftës. Dhe pastaj deklarata e zotit Putin interpretohet që një ishte provokim për të provokuar europianët, nga ana tjetër ishte për të tërhequr vëmendjen elitave europiane, ndërkohë dhe popujve europian për t'i vënë në kontradikt me njëri tjetrin, për t'i thënë popujve shiko ku po jeton elita juaj në mënyrë që të mund të frenojë sadopak. Pra kemi këndvështrimin pesimist që bisedimet dështuan, dhe mesazhi i NATO-s, i generalit, është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të deshifruar në drejtim të Washingtonit dhe në drejtim të Moskës, po dhe për vetë situatën brenda NATO-s. Nga shumë burime italiane, sidomos, është interpretuar që NATO tashmë i bën me dije dhe Washingtonit dhe Moskës se nuk do të pranojnë, se Europa nuk pranon asnjë lloj zgjidhje që nuk parasysh interesat e Ukrainës dhe nuk merr parasysh Europën. Pra, nga shtypi perëndimor i kësaj pjesës tonë italiane, vjet në duke që Europa është ende në gjendje të demonstrojë një vullnet dhe një forcë dhe të mos i lejojë ata të veprojnë jashtë vullnetit të Ukrainës dhe të Europës. Mesazhi tjetër ishte që sa unitet ka brenda Europës, sepse
Edhe nga zhvillimet e mëparshme, ne kemi një grupim tresh, po të paktën dysh brenda NATO-s edhe Bashkimit Evropian, ku janë vendet kufitare me Rusin, Poloni, jo kufitare eksakt, po përmes Ukrainës dhe pastaj Balltikët, që janë më të ashprit në qendrimet e Rusisë dhe që nuk falin dhe kanë shumë merak se mos sepse janë ata le të themi në vijën e parë të një sulmi të mundshëm. Dhe janë shqetësuar që çdo marrëveshje që do të bëjnë amerikanët me Rusën, nëse nuk merret parasysh sa duhet interesat e Ukrainës dhe të Evropës, ata mund të jenë viktimat e para. Pastaj ka të tjerë që i përfaqësojnë disi nga Orban i Hungarisë, po kam përshtypjen që dhe italianët nuk është se janë shumë larg këtij pozicioni që të mos acarohemi maksimalisht me rusët, po sepse na duhet lëndët e para të lira nga Rusia atje. Pra kemi këto pozicione që mund të shpjegojnë një farë mënyrë deklaratën e generalit. Ka një këndvështrim tjetër jashtëzakonisht interesant, ku thuhet se bisedimet për 5 orë nuk mund të jenë bisedimet dështuara dhe vërtet rusët dhe amerikanët nuk u morën vesh për Ukrainën, pothuajse për të gjitha pikat, territorin, prezenca e ushtrisë ruse dhe garancitë e sigurisë që mund të marrë Ukraina, por të tërheq vëmendjen fakti që në të njëjtën ditë që zhvilloheshin bisedimet Putin-Witkoff, Ministri i Jashtëm i Kinës ishte në Moskë dhe zhvillonte bisedime me Lavrovin. Se i lidhni këto gjëra? Mund të flasim Kina të futet në këtë mund të flasim edhe për përbërjen e delegacionit amerikan që nuk ka as Rubio dhe as sekretar shtetit dhe nuk ka pjesë nga establishmenti klasik amerikan që unë mendoj që janë të qëllimshëm nga zoti Trump për ta përjashtuar establishmentin sepse ai konsideron ata si përfaqësues të globalistëve dhe neokonëve, që janë shkaktarët kryesorë të fatkeqësive që i quhen ai të Amerikës. Dhe nga ana tjetër, rëndësia e ministrit të jashtëm kinez. Duket që në një shikim strategjik afatgjat dhe jo operacional ditor, duket që të tre superfuqitë e kohës, të paktën për sa i përket armëve bërthamore, Amerikë, Rusi, Kinë, janë duke koordinuar me njëri tjetrin një strukturë të ardhshme të sigurisë botërore shumë herë më tepër se sa Ukraina apo problemet të tjera që ka bota. Dhe ka një moment jashtëzakonisht delikat ku Shtetet e Bashkuara ju duhen brenda vitit për të mbyllur buxhetin e vitit 2-3 trilion dollar për të marrë borxh dhe nuk po i gjejnë dot gjikundi. Dhe një mundësi për të marrë borxh janë ose nafta Venezuelës ose kinezët të blejnë pak më shumë bono thesare nga Shteti Amerikan. Kështu që kemi një kombinacion të shumë gjërave që i bëjnë të tre superfuqitë të arrijnë një lloj marrëveshje me njëri tjetrin. Nuk do thosha në kurriz të tjerëve, por në një farë mënyrë që nuk mbështetet dhe aq nga të tjerët sepse nuk janë në tavolinë. Atëherë po thua, ambasador, se shumë interesante ky këndvështrim dhe mjaft origjinal, po thua që në këtë moment interesat e SBA-s, Rusisë dhe Kinës mund të përputhen ose mund të konvergjojnë? Unë besoj që po. I kanë shumë herë më tepër interesat të përbashkëta Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Rusinë dhe me Kinën sa kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Europën për momentin. Që do të thotë se duhet të analizoj para se të shkojmë tek paralajmërimi i sotëm i Vladimir Putin, duhet të analizoj një koment ose një analizë të një me drejt ju e bët dallimin dhe dallimi është i dukshëm të një le themi të një media europiane e cila e konsideronte takimin pa rezultat jo si një dështim të takimit, por si një ultimatum të Vladimir Putin ndaj Donald Trump, me, le të themi kryefjalën, ose zgjidh BE-n ose zgjidh Rusinë. Është kjo analizë reale dhe nëse po, cili është komentuar, nëse jo, pse vjen ky koment ose kjo analizë nga Europa? Shiko, shumë e vështirë të futesh në mendjen e një gazetari evropian këto ditë, këto kohë, sepse kanë krijuar atë echo chamberin aty, ka atë dhomën, kambanën që flasin vetë dhe dëgjojnë vetë dhe nuk shikojnë shumë se ç'a ndodh nëpër botë. Kështu që edhe kjo është gjetje shumë e bukur gazetareske që Putin po i thot Trumpit. Po marrëdhëniet Putin-Trump nuk janë kurrë se si marrëdhënie të diktatit apo po s'bëre kështu si them unë ose do bësh kështu si them unë. Janë marrëdhënie krejt të ndryshme kur e shikojnë katastrofë që i kërcënohet botës nga rreziku i armëve bërthamore, si ta neutralizojmë sa më shumë, si ta reduktojmë sa më shumë që të jetë mundur. Dhe në qoftë se ministra e jashtme e Gjermanisë e dikushme që është kryetar e asamblesë sot, Annalena Baerbock, thoshte para 2 vjetësh që nuk më intereson fare se sa thot populli gjerman, Ukraina është e para. Apo ministri aktual gjerman i thot ne nuk ndalemi derisa Rusia të dorëzohet. Problemi është që si mund të dorëzohet një shtet që ka armë bërthamore. Këtë janë vetëm ca mendje europiane që mund të arrijnë ta gjykojnë. Vim rastit konkret ku ai gazetari thotë që Trump, zoti Putin ka kërcënuar o me ne o me Europën. Mundet që në një këndvështrim të caktuar
Amerika po e bën zgjedhjen dhe tashmë e ka bërë zgjedhjen, se bisedon për çështje strategjike, bisedon me Putinin, nuk bisedon me Europën. Pra, nuk është se s'ka gjë në këtë lloj analize. Mënyra se si por shqetësimi evropian këtu është i dukshëm. Shqetësimi evropian është i sakt, po gjuha që vendos në gojen e presidentit të Rusisë është e papërshtatshme, se nuk flasin me ultimatume, zgjidh o me ne o me ata. Domethënë, tashmë që nga sidomos Alaska, pa dhe më përpara, po sidomos Alaska, duket qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një dialog strategjik me Rusinë përsa i përket. Kjo është e parë që ndodh në histori? Që SBA është më pranë ose preferon Rusinë? Absolutisht. Okej, do ta diskutojmë edhe në këtë këndvështrim, po do doja të niqim pikërisht kronikën e paralajmërimit, sepse edhe këtu ka një ndarje, nëse CNN, dhe besoj ndoshta këtu do ta shohim pak edhe gjuhën që përdor CNN, ju lutem regjia të shohim pak artikull. Ky është artikulli: Putin paralajmëron Rusinë se do të marrë Donbasin me çdo mënyrë. Pra kjo është gjuha që përdor media amerikane dhe besoj këtu bjem dakord që CNN nuk është një media që është pro-Trump, por ndërkohë, në mendimin e regjisë, unë do doja të shkonin pak edhe te media italiane La Repubblica, e cila, lutem regjia, e cila përdor në fakt një tjetër gjuhë, ambasador, dhe është gjuha e kërcënimit. Pra, për italianët ose për La Repubblica, Putin kërcënon. Do ta marrim Donbasin, pra është një njëjti lajm që vjen në dy qasje të ndryshme. Jo se amerikanët thonë që Putin paralajmëron, ndërkohë le të themi europianët i referohen gjuhës së Putin si një kërcënim. Ndërkohë, mendimi i regjisë, unë do të shkoja tek kronika, le ta ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Pra kjo është gjuha që përdor Donald Trump. Putin sipas tij do donte të jepte fund luftës. Ndërsa këtu kemi dhe hartën më të fundit të pasqyruar nga CNN, pikërisht lutem regjisë. Po, kjo është harta e cila tregon zonën e rajonit e Donbaskut, gjitha territoret e aneksuara nga Rusia i shikoni me ngjyrë rozë ose ngjyrë tulle, ndërsa pjesa tjetër pra dhe duket se rusët kanë arritur edhe afër shumë Pokrovskit apo jo, ambasador. Këtu pyetja është, pra Rusia pak a shumë ka arritur ta bllokojë komplet detin e Azovit, që me sa duket është në kontrollin e vet. Ndërsa për sa i përket detit të zi mbetet vetëm pika e Odesës në përdorim nga Ukraina. Por marrim pak edhe atë që është pikpamja e një qytetari nga Shqipëria. Mendoni që Rusia ndalet këtu ku thot Putin, te Donbasi, apo Oreksi vjen duke ngrënë? Pas Donbasit mund kërkojë diçka tjetër. Në momentet kur e përsia ushtarake është tejet e madhe, çdo gjë mund presësh nga një shtet që ndjen veten super të fuqishëm, nga ato që lexojmë deri tani se çfarë deklaron zoti Putin, ka shumë të ngjarë që Rusia të shkojë deri në Odesa dhe deri në Dnipro, ku lumi Dnjepër të jetë kufiri natyral midis asaj që kanë pushtuar rusët, pra zonat e pushtuara dhe që kërkon t'i aneksoj, dhe pjesës tjetër të Ukrainës. E gjithë diferenca në mënyrën e të raportuarit, të shkruarit, të trajtimit të kësaj çështje, vjen nga mënyra si ne i drejtohemi shkaqeve të kësaj lufte, rrënjeve të këtij konflikti. Pra nëse do besojmë atë që thonë rusët, që ata po luftojnë për ekzistencën e kombit rus, ekzistencën e shtetit rus, sepse Ukraina në NATO, apo Ukraina e armatosur, apo Ukraina naziste kërcënon kombin rus, atëherë me këtë japin të drejtën vetes që të shkojnë deri në Odesa, të krijohet, të mbetet një shtet cung, siç e quhen ata Ukrainës, si mos jetë në gjendje të qeverisë vetveten dhe të jetë gjithmonë në mëshirën e ndihmave nga perëndimi. Nga ana tjetër, nga perëndimi dhe nga Ukraina, natyrisht edhe nga ne, edhe nga unë, lufta është një luftë agresive kundër një shteti sovran, të cilit po i merren territore të njohura sipas të drejtës ndërkombëtare. Ajo që kemi tash për të diskutuar është si shkon situata më tutje, dhe duket që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shumë herë më tepër mirëkuptim për pozicionin e Rusisë sa nga Europa. Dhe në këto kushte, kur Europa-Amerikë kanë mendime krejt të ndryshme, duket që presidenti Trump apo ekipi aktual në pushtet në Washington
duket sikur po i mëson më shumë ndryshimit të regjimeve në Europën perëndimore, pra të vinë njerëz të tjerë në pushtet, prandaj po shikojmë mbështet AFD-n apo mbështet situata që kanë qenë pro-Trump në Europë, pak a shumë, që kanë qenë pro-Trump, po që aktualisht janë shumë të spikatura kundër luftës. Dhe në një farë mënyrë po të shikojmë dhe ka një qëndrim zbutur ndaj Kremlinit, pak a shumë. Po të shikojmë kjo gjëja e kundër luftës ka një mbështetje shumë të fortë kundër korrupsionit. Pra sa herë që kemi gjëra të tilla, ne fillojmë në shfaqjen edhe 100 milionë euro ke banja e zotërisë në Ukrainë, apo korrupsioni i zonjës Mogherini, sepse këto duket sikur janë goditje, le të themi sikur janë goditje edhe në funksion të gjithë kësaj klime apo jo. Kam parasysh pikërisht doja të theksoja, ndoshta se unë vëre me drejt ju e kapni menjëherë pas si dalin këto momente, menjëherë shohim reagimin e Kremlinit, që shiko se Europa është një vend i korruptuar, s'mund na bëni leksione, pra duket sikur është një dorë, një skenar për të sjell atë që është piktura e madhe konflikti Rusi-Ukrainë. Agjencia antikorrupsion që dha alarmin për korrupsionin e ekipit në pushtet në Ukrainë ishte amerikane, nuk ishte ruse. Edhe agjencitë që hetojnë Mogherinin janë europiane dhe informacioni që vjen nga brenda Bashkimit Evropian apo dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës është në të themi jo kontrollin, po i prodhuar nga agjencitë antikorrupsion të perëndimit. Se sa i përdor Moska këto për interesat e veta, pastaj kjo është një tjetër. Referohet thjesht menjëherë e shfrytëzon menjëherë situatën. Po, ajo që po e them edhe një herë se ndoshta duhet fokusuar në këtë drejtim është si do shkoj fatet e luftës në Ukrainë, do fitojnë ata që janë me pozicionin pro-europian, që Rusia duhet mundet, Rusia duhet coptohet, Rusia duhet dorëzohet, apo do fitojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës duke ndryshuar ekipet drejtuese në Europë. Në përpjekjet për ndryshuar ekipet drejtuese në Europë, natyrisht me zgjedhje, është ajo që amerikanët hapur, diku dhe diku më pak hapur, po mbështesin ato forca siç është AFD-ja në Gjermani apo forcat tjera në Europë për të zëvendësuar ekipet aktuale. Në nën shtresën e kësaj, shikojmë dhe një rritje të luftës antikorrupsion në Ukrainë, në Europë me, siç tham, ish ministrin e jashtme të Europës. Dhe lufta kundër korrupsionit në Ukrainë vetëm sa ka filluar, sepse me sa kuptohet, natyrisht që janë burime informacioni për tu verifikuar, por nëse nuk është stafestat numri i deputetëve që janë në hetim në Parlamentin Ukrainës, është një numër i konsiderueshëm deputetëve që janë në hetim për çështje korruptive. Dhe ajo që po ndodh në fushën e betejës është që kemi për ditë natyrisht një jo fitore bombastike të Rusisë, po kemi një avancim centimetrës pas centimetrës. Ne pam në fakt, mos gaboj para 2 javësh që unë i referohesha një harte. Këtu Bobrovski ishte ende jashtë kontrollit të rusëve, ndërkohë në hartën e fundit, e cila është kjo që ju po shikoni të nderuar teleshikues në ekran, Bobrovski paktën llogaritet në territoret të përparimit të rusëve. Që do thotë rusët kanë dy qasje, vazhdojnë negociatat, por edhe luftimet e ashpra, ndërsa nga ana tjetër duket që ndihma ndaj Ukrainës nuk është më si ajo e dikushme. Ndihma europiane, ajo amerikane pothuajse ka muaj që është ndërprerje, po edhe ndihma europiane nuk është e njëjta. Duket sikur po e lënë në fatin e vet Ukrainën, ambasador, për ta mbyllur? Drejtimi ky është, po Ukraina në fund të ditës ajo që po vuan më shumë është mungesa e njerëzve në fushën e betejës se sa e armëve apo e fondeve. Kështu që në këtë këndvështrim nuk është se fronti po tërhiqet Ukrainas për shkak të mungesës së fondeve apo të armëve, po më shumë për shkak të mungesës së njerëzve. Ajo që mendoj unë vlen për të theksuar është a është përparimi i rusëve i ngadalshëm i pamundur për shkak të rezistencës ukrainase, apo është strategjik nga ana e zotit Putin. Kjo është një temë jashtëzakonisht interesante, sepse kam përshtypjen që shpesh Putin nuk dëshiron të agravojë ekuilibrat e mëdha, nuk të dëshiron të krijojë probleme Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse një rënje menjëhershme e Ukrainës mund të krijonte probleme të mëdha në opinionin publik në Amerikë apo edhe në vende të tjera. Dhe ai përparon gradualisht sepse në fund të ditës. Kjo pastaj ngër tezën ndoshta edhe të rrezikshme që po thua ambasador që kemi një luftë të komanduar në një farë mënyre? Po. Çdo lëvizje në luftë është një lloj lëvizje shau? Po, patjetër. Domethënë Moska
lufton me armë, por lufton shumë herë më tepër në mënyrë strategjike. Pra, për shembull, ka një pyetje shumë interesante. Pse rusët i kanë toleruar vijat e kuqe? Kanë thënë kjo vije kuqe po sollën anglezët raketat tyre, është vije kuqe po përdorën këto armë, është vije kuqe po përdorën F-16, vije kuqe. Dhe gjithmonë i ka toleruar. Dhe nga shumë burime kjo konsiderohet si dobësi. Në fakt, në gjykimin strategjik të Moskës është për sa kohë këto armë dhe këto masa dhe këto ndihma nuk është se po i shkaktojnë dëm të konsiderueshëm Rusisë, le të jenë. Në ana e tyre, për sa kohë ata po arrin objektivin e tyre themelor që ta shkatërrojnë Ukrainën me themel. Sepse ti zhdukesh një gjenerat njerëzish, apo 2 gjenerata njerëzish, apo mos ketë më fuqi për të bërë luftë në front, apo të jetë një shtet i cunguar, etj. Është pikërisht ajo që ndoshta Putin ka dashur që në fillim. Eksakt. Ambasador, të falenderoj, si gjithin kënaqësi, besoj do mbetemi tek kjo temë, sepse vazhdojnë negociatat, vazhdojnë luftimet, por ende bota është e paqartë se cila do të jetë zgjidhja. Kënaqësi edhe një herë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të bisedës së sotme, ne do të ritakojmë me një tjetër personazh ditën e hënë. Deri atëherë bashkë, mirupafshim.